Mbrëmjen e së premtes, Orkestra Frymore e Durrësit solli në sallën e koncerteve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve koncertin Tinguj dhe Ndjenja, një udhëtim muzikor i mbushur me emocione dhe harmoni. Për herë të parë në një bashkëpunim me Orkestrën Frymore, mori pjesë si soliste këngëtarja Marieta Billo, e cila u shpreh emocionuar për këtë përvojë të veçantë. Emocionet janë të shumta, është një kënaqësi shumë e madhe që mora ftesën për të qenë pjesë e këtij koncerti. Është hera e parë që unë debutoj me bandën e Frymës, ndihem shumë e mirëpritur, shumë komode, shumë e kënaqur. Drejtuesi i orkestrës Sajmir Kalaja theksoi se koncerti i ishte kushtuar ndjenjës së bukur të dashurisë. Është një program që organizohet, themi, dhe që është i ndërtuar me pjesë lirike, vokale dhe simfonike, që i kushtohen ndjenjës së bukur të dashurisë, meqense jemi edhe në pragun e festës të Shën Valentinit. Publiku pati mundësi të shijonte vepra nga autorë të mëdhenj si Giuseppe Verdi, Strauss, Ennio Morricone e të tjerë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe plot ndjeshmëri. Një mbrëmje e bukur që dëshmoi edhe një herë fuqinë e muzikës për të bashkuar zemrat.